Kryesuesi I seancës të sotme të Kuvendit të Kosovës, Avni Dehari, ka ndërprer seancën konstitutive të Kuvendit të Kosovës. Raporti I Komisionit e Përkohshëm për verifikimin e mandateve nuk kaloi. 52 deputet ishin pro, 46 kundër e 11 abstenuan. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë votuar kundër raportit të Komisionit të Përkohshëm. Lidhur me këtë lëmi kemi marrë disa opinione të qytetarëve të Prizrenit, ku ka pasur edhe reagime se kjo nuk është dashur të ndodhte. Unë mendoj që është në dëm të popullatës sa dësht shumë që zgjatet, po kam besimin që do të gjeni gjuhë, do të gjeni mirë kuptim dhe duhet të kalohet situata e tillë. Populli deputet I ka votuar, I ka emnuar me emën popullit me bo çdo gjë, po ata janë të këshirë partit vetveten e vetëm për vetëm për luftojnë për popull atësësi. Nëse ka shku për popull aty, sot ka këndesht me votu. Mane kur të vjen votimi I qeverisë, parlamenti sot kryetari I parlamentit është desh me votu. S'po të pëlqen qeveria, kur të vjen qeveri, mos e votot të vjen të tërkush. Shpresoj që shumë shpejt do të miratohet edhe do të kaloj mandati. Qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë që institucionet e Kosovës të cilat duhen të jetë bartës gjitha proceseve që duhet të jenë në interes të qytetarëve të jesin mangët apo të ngelin në detyrat, obligimet që I kanë marrë masin e kanë kërku edhe të dalim të votojmë edhe të përgjigjemi I kërkesave të programet aty. Kjo më mendoj që nuk është fare serioze, shpresoj se në mesin atyve do gjenden fuqit pozitive dhe kjo proces sa më shpejt të realizohet. Derisa ky vendim I deputetëve nga ana e opozitës është vlerësuar I rënd, kurse deputetët nga opozita mendojnë se legjislatura nuk mund të bëhet duke shkelur kushtetutën.